Vijojmë me operacionin për vendosjen e ligjshmërisë mbi territor, si pjesë e një procesi të gjerë që po zbatohet në të gjithë vendin. Kontrollet kanë treguar se abuzimet me territorin nuk janë vetëm çështje individësh që ndërtojnë pa leje, por shpesh lidhen edhe me mospërmbushje të detyrës nga ana e punojësve publik. Askush nuk do të mbrohet nga pozicioni që mban kur bëhet fjalë për zbatimin e ligjit. Prandaj masat po shtrihen në çdo nivel përgjegjësie. Dua të theksoj qartë, ligji është i barabartë për të gjithë dhe zbatimi i tij është një garanci për zhvillim të drejtë dhe të qëndrueshëm. Në këtë proces, ndërtuesit duhet të jenë të parët që tregojnë kujdes. Shfrytëzimi i çdo metri katror më shumë nga ajo që është lejuar do të penalizohet të rënd me gjop, ndjekje penale dhe prishje të menjëhershme. Në të njëjtën kohë, u bë thirrje edhe një herë qytetarëve të jenë të kujdesshëm kur blejnë një pronë, të verifikojnë dokumentacionin dhe statusin ligjor të objektit, duke shmangur kështu çdo mashtrim apo abuzim. Të gjitha këto masa po zbatohen mbi bazën e paketës ligjore të miratuar në fillim të muajit tetor, e cila ka forcuar më tej mekanizmat e kontrollit të territorit dhe sanksionet ndaj çdo shkeljeje. Mbrojtja e territorit është angazhim kombëtar dhe nuk ka kthim pas. Ashtu si dhe rruga jonë europiane, që nuk mund të përshkohet me zaptime, gardhe apo ndërtime abuzive, por me rregull dhe respekt për hapësirën publike, si një e mirë e përbashkët për të gjithë.